رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من إله غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ne jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Fatir, e posaçërisht në hijen e ajetit që përcova para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Jalal që frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannatul Firdaus të na kompensojë. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Jalal është ai i cili krijoi gjithësinë, është ai i cili krijoi njeriu, është ai i cili njeriu e pajisi me të menduar, me të logjikuar, e dalloi nga gjithë gjallësat tjera, pos asaj i dërgoi pejgamber, i zbriti qitar, udhëzim, huden linnas, dhe të gjitha librat kanë qenë udhëzim për mbar njerëzim. Andaj, Allahu Dhul Jalal në thërret, ja ejuhen nas, o ju njerëz, kush të thërret? A je njeri? Po, dëgjoj mirë, Allahu të thërret ty, edhe mu, edhe të gjithë njerëz. Po, se cili duhet ta merr sikur kjo thirrje është enkas për mu. Ja ejuhen nas, o njerëz, pra je njeri, dëgjoj mirë. Udhkuru ni'mat Allah alaykum. Urdhno o Zot, Allahu Dhul Jalal, përmendni, kujtoni, falenderoni Allahun për mirësitë që ju ka dhënë. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Edhe pse ju sikur të mundohni t'i numëroni, nuk do t'ja gjeni skajin, nga ajo që shumë mirësi Allahu Dhul Jalal me ka dhuru të panumërta, pra përmendni ato mirësi të Allahut dhe falenderoni Allahut. Falenderimi Allahut bëhet në 3 mënyra. E para me zemër, e dyta në përmes të kuhës, e treta në përmes të zbatimit të urdhrave të tij dhe ndalimit nga ndalesat e tij. Atëherë e ke falenderu Allahu Dhul Jalal. Andaj, Allahu Dhul Jalal pastaj vazhdon dhe thot, hel min khalikin, hel min ilahin gairullah, a ka zot tjetër pos Allahut? Kjo nuk është pyetje për të marrë vesh, kjo është pyetje mohimi, që do të thot, Allahu Dhul Jalal thot, nuk ka zot tjetër pos Allahut. Hel min ilahin, yerzukukum min as-sama'i wal ard. A ka zot tjetër as se si o Zot? Ne dëshmojmë se la ilaha illa ente.
nuk ka zot tjetër pos teje ja Rab. Hel min ilahin yerzuqukum min as-sama'i wal ard, i cili ju furnizon juve nga qielli dhe nga toka. Pse thot nga qielli? Vëllezër të dashur, nga qielli vin dy mirësi nga Allahu dhul Jalal. E para është Kurani ka zbrit nga qielli i lartë, i cili gjalloron në zemrat tonë. E dyta, çdo herë Allahu dhul Jalal zbret mëshirën e tij, rahmetin e tij, faljen e tij. Andaj ne ngret durët lartë dhe bëjmë dua, o Zot na mëshiro, o Zot na fal, o Zot na begato. E kështu me radhë, dhe zbret nga lartë mirësia, mëshira, dhuntia, begatia e Allahu dhul Jalal. E tjetra, bjen shiu nga qielli. Shiu bjen nga mjegullat, po pse janë lartë, Allahu dhul Jalal i qunë sema. Bjen shiu. E çka bën shiu? Ringjall tokën pas vdekjes. Yuhyi al-arda ba'da mautiha. Allahu dhul Jalal të dërgon shiun, e zbret shiun, por të ringjall tokën pas vdekjes. Në vjesht vdes toka, nuk vdes toka. Vdesin bereqetet, lulet, gjulbrimet, vjesht. E tani në pranver, ringjall. E shiu çka bën? I ringjall. Është Allahu ai cili ju furnizon juve nga qielli dhe nga toka. Po, shiu bjen nga qielli, e toka bin bereqet. Sa lloje të bereqetit i shfrytëzon njeriu, a e falenderon Allahu dhul Jalal? Dil në treg, shiko në treg. Sa mirësi, sa gjelbrime, sa pemë, sa perime, madhe që Allahu dhul Jalal na ka mundësu që të vinë perime, pemë, perime nga jashtë vendi, që zbohen në vendin tonë, po e ka mundësu Allahu dhul Jalal në përmes transportit, ata të vinë nga lartë, të vinë në treg e të shfrytëzojmë ne. Subhanallah, a jemi mirë njohës? Yerzuqukum min as-sama'i wal ard. La ilaha, Allahu dhul Jalal vetë dëshmon që të na kujton, pasi ishte pyetja në formë të mohimit, nuk ka zot tjetër pos Allahu që ju furnizon juve, pra mos harro. La ilaha illa huwa, nuk ka zot tjetër pos ti, huwal azizul hakim. Ai është i fuqishmi dhe ai është i urti. Ai është i fuqishmi që ta ka mundësu ty edhe mu me shfrytëzu mirësitë e tij, dhe ai është i urti nëse harron ndonjëherë ta falenderojsh, e pastaj të kujtohet, ai ta fal pse ke harru, po nuk bën të harrosh. Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allahu dhul Jalal do të mos u bëni si ata që harrojnë Allah. Nuk e falenderojnë Allah, nuk i bëjnë sejdë Allahu dhul Jalal, nuk i respektojnë urdhrat e tij, nuk largohen nga ndalesat e tij, e kanë harru. Subhanallah. E harrojnë Allahun, Allahun i largon nga kujtesa e tij. Pra, nuk i mëshiron, nuk i begaton. Megjithato, nuk ka ndan të gjitha. Subhanallah. Vëllezër të dashur, risk nuk është vetëm ajo që ha. Risk nuk është vetëm ajo që vesh, edhe ajo që ha me pi. Risku është në shumë llojesh. O vëllezër dashur, risku më i madh nga Allahu dhul Jalal është që na ka udhëzuar në këtë ditë. Kjo është risk i madh që të ka udhëzuar Allahu dhul Jalal në Islam. Risku është familja, risku është vladi hajdi, risku është bashkëshortja, risku është bashkëshorti, por risku është edhe kujshiu i mirë, risku është edhe kedi që të bën ty, e të mira, risku pra janë të panumërta. Andaj duhet ditur shiqirin Allahu dhul Jalal. Andaj Allahu dhul Jalal premton, por së pari ne duhet të fillojmë
e pastaj ai realizon. Çfarë thot? Fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni mua, që kujtoj unë. Udhkur rabbeke fi rraha, yadhkuruke fi darra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kujtohet Zotin tënd, Allahu kujtohet kur je rahat e mirë, kur je disponu, kujtohet mos harro Allahu. Yadhkuruke fi darra, e pastaj ai të kujton ty kur ti je në vështirësi, kur ti je fatkeqësi, kur ti je në ngushtit, ai të kujton. Pse? Se ti e ke kujtu kur ke qenë rahat. Po që se kur jemi rahat e harrojmë, e kur bim në zort e kujtojmë, nuk mjafton. Ja, kur bjen tërmet, kur bëhen diçka të lashë, fatkeqësi, edhe ata që s'besojnë thënë, Bože, aha, jo ashtu, jo, me kujtu Allah, kur jemi rahat, të na kujton ai kur jemi në vështirësi. Kur ju lut Yunusi alayhis salam. Kur ju lut Allahu xhelal. Kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ku ishte? Në barkun e peshkut. Peshku ku ishte? Në thellësinë e detit. Çfarë kohë ishte? Ersi e natës. Në 3 erësira. Me laçë çka tha? O Zot, një zon i njofshëm, subhanallah, zon i njofshëm, që e ka bërë fikër Allahun, që e ka përmendë Allahun, Zoti, o na dëgjojmë një zot të njofshëm që po të lutet, po të madhron, gabimin po e pranon, por nuk e di kush është dhe ku është. Allahu Dhul Jalal tha me laqet e mia, unë e di, ai është Yunusi, unë e di ku është. Në thellësinë e detit në barkun e peshkut. E urdhënoi Allahu Dhul Jalal peshkun hecë, edhe dur në skaj, tem në vetë. Por që ka thënë me laqet, zon i njofshëm. A i njofin zonin ton me laqet, duke falë namaz, duke lutë Allahu Dhul Jalal, duke lexu Kur'an. Subhanallah. Dikush që se përmend Allahun veç kur bjen zor me laqet e Zot. Njoni po përder, ka zon, a më t'i benedishim kush është. Këtë zon se kemi dëgju. Ki zon s'ka thonë elhamdulillah. Ki nuk ka thonë la ilaha illallah, që të më ra. Fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni mua, më kujtoni, që kujtoj unë. Një. E dyta, la in shakartum la azidannakum. Nëse më falenderoni, do t'ja ushtoj mirësi. Nëse thoni elhamdulillah, elhamdulillah për shëndetin o Zot që më ke dhënë. Ja hap hakun. Elhamdulillah për mirësinë që më ke dhënë. Edhe e falenderoj Allahun si duhet. Pra, nëse falenderoni, ju ashtoj të mirë. Ud'uni astajib lakum. Allahu Dhul Jalal thot më luteni mua, unë t'ju pranoj. Lutje, a më lutju pra Allah. Mos kurse, lutju Allah. Dhe të mos duket të njëherë se valla ju më lutë shumë nuk e di a ma pranon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, problemi nuk është se Allah nuk i pranon lutjet tuaja, po problemi është se ju nuk luteni. Ju nuk luteni, veç kur vini në Zot. E katërta, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Pregdimi katërt është, Allahu nuk e dënon një popull derisa ata kërkojnë falë. Derisa ata bëjnë istighfar për gabimet që bëjnë. Andaj vëllezër të dashur, këto mirësi, me të vërtetë, që i shijon kjo generat, e sidomos ajo generat e reje që jetën e kanë fillu në këtë mirësi, në këtë pasuri, në këtë komoditet, në këtë teknologji, ata nuk mund të paramendojnë si kanë jetu gjyshat e tyre. Nuk mund të paramendojnë. Mendo se që kështu ka qenë jeta gjithmonë. Mendo se gjithmonë sofra ka qenë bollë gjithmonë. Ja u dashur. Ka qenë një kohë kur i Zoti i shtëpis e ka da bukën sa persona, sa antar të familjes ka qenë, jo ka nda, sa ju ka ra, pikë. A u ka ngi, a su ka ngi, qa që ka pas. Këtë nuk mund të dim të rritë tonë kur bukët të panisurën në për kontinjerë.
bukë të panisur në për kontinent, ushqim të panisur në për restorane, hudhe, mastraf i madhë vëllezër të dashur. Duke mos e ditë se ka dikundi edhe sot, na e kemi kaluat krizë, elhamdulillah, po mos harrose vëllezërit tonë në Palestinë, ujë të pishëm nuk kanë. Hajnë babë, kullos hajnë fëmija. Subhanallah, pra vëllezër të dashur, mes me të pru, një ditë shikirin Allahu dhul Gjelal. Tema shumë e gjatë. Thuhet, një djalosh një i thot gjyshit vetë, o gjysh, si kini jetu ju pa telefon, pa kompjuter, pa internet, si kini jetu pa kera? Ka thonë Norbir, si kur ju si jetoni sot, pa bismillah, pa elhamdulillah, pa dashni, pa respekt, pa terbije. Subhanallah. Cilë është fukarallëki ma i marë? Të mos kesh internet, të mos kesh mobil, të mos kesh atë, apo të mos kesh ahlak, të mos kesh njerëzi, të mos kesh dashuri familjar. Kjo është varfëria total. Kjo është varfëria vëllezër të dashur. Nuk është pasuri vetëm ajo thash, që e hajt me pi, me vesh, me mbafim. Jo, pasuri është edhe rahatia. Elhamdulillah. Vëllezërit tonë atje po vriten. 20 fëmijë Jahudia ka vrarë në Palestinë, jo në Izrael. Jo në Izrael, nuk ka Izrael, Palestinë është ajo. Një fëmijë të vogël e pyet gazetari, 7-8 vjeç fëmijë. Thot cili është kryeqyteti i Izraelit? Ku është ai Izrael? S'ka Izrael, çfarë kryeqyteti? S'ka Izrael. Po kjo është Palestinë. Fëmija e din se nuk ka Izrael, ka Jahud, po nuk ka Izrael, ajo është Palestinë. E në vendin e vetë, autokton, me gjyshe stërgjysha, dhe babateme, aj popull që ati është, kanë arë prej Rumunije, prej Polonije, prej Rusije, e kanë okupu vendin dhe vrasën mbi 20.000 fëmijë. Vrasin pleq e të ri. Tash, për fat të keq, që po tash me gaflet, duke u angazhu me tjera probleme, Knesi, parlamenti, i Jahudive, jo Izraelit, i Jahudive në Palestinë, kanë votu për likvidim, për ekzekutimin e të burgosërve të cilët që mbi 15.000 Palestinë. Parlamenti voton, ato 15.000 e te përsa jo në përburgje, me liqë tash kanë të drejtë në thojza të i ekzekutojnë të burgosërit dhe festojnë Jahudin se parlamenti ka votu për likvidim. Subhanallah, Allahu i mëshiroft, Allahu i ndihmoft. Ato duar që nështrujnë, ato duar që votojnë, ato duar që duan të ekzekutojnë, Allahu i thaf të gjithë. Allahu shkatëroft me zvetë dhe afër shkatrimi i një shteti zullumtar, kriminal, nga se vetë populli thot çdo gjë të putet kur hullohet, kurse zullumi putet kur të rash. U gatrash zullumi. Allahu dhul Gjelal liron, por nuk harron. Kur ta kapje zullumtarin, nuk ka kush e shpëton. Atë vëllezër të dashur, gjithmonë anti-islam, ka të shkosh. Çka boni te subhanallah, çka boni Sërbi në Kroaci, në Bosnje dhe në Kosovë. Krim boni. E ngriti qëtë popullin e Kosovës nga shtëpit e tyre di, nuk ban të harrojnë, ne harrojnë shpejt. Ne të keqe e harrojnë. Po të keqen duhet me harrua, ma kur është nga vllai i, jo të keqen që ta bon armiku, nuk ban të harrojnë, se mund të përsëritet. Gjitha të zullum se e bon sërbët, nuk u gjukur në Hagë, sa po gjukohen kryesia e UÇK-s. Pse? Me harrua atë luftën që bon ndaj zullumit, me njullos. Ashtu si të bajnë edhe këtë tonë, nuk është në politikë, kjo është deshë. Me çdo kusht mundohen t'ja u harrojnë popullin të vetë
se këtu ka pas luftë dhe shqiptarët e kanë fitu luftën me gjitha ta armatim që kanë patur. Madje kanë ardhur helikoptera ushtarak nga Ukraina na kanë bombardu me. Shka me shka, qafir me qafir. Po, banë me harru këto. Shanar na kanë bombardu, sa gjamia na kanë rënu. Qfar krimi kanë do? Si kur s'ka ndodhë, kur qohë s'ka ndodhë. Ku është? Dun të thohen që kur ka pas këtë. Ku është ajo që? Jo, ka qenë, është dhe do tjetë. Subhanallah, ne harrën. Këta demokratët, prandaj e kujtoj këtë e them që të mos harrën. Se shumë letë përsëritë. As 5 kilometrë jashtë Shkupit, është fshati Aranaçi. E bombardun, e rënun minaren me dinamit në mes të fshatit. Dinamit me rënu minare. E qka i pengon dhe minare? Me rënu minare, me të regu se ne bëjmë qka dojmë ne. U plasarit edhe muret e gjamisë, e qatia, u të frikun, me trauma u banë, gjithë fshati, sidomos fëmijë, por ne harrëm. Për shembull them, në vetë të mbeste ajo minare, qashtu si ishte, qashtu e thyme, me dinamit e rëzuar, në vetë të mbeste si histori, e hoqëm në minare, ne bëm një tjetër, u harru. Thuj sot dikuj, thuj rinis, se ne kanë rënu minare me dinamit. Këto demokratët, në thojza, ne vetë harrëm. Vetë harrojnë, por këto nuk harrojnë. Këta nuk harrojnë. Andaj vëllezër të dashur, edhe rahatia, edhe paqja, edhe qetësia është ni'met, është dhunti e Allahut dhul Xhelal. Prandaj duhet ditë shiqirin Allahut dhul Xhelal dhe mos me harru me ato çka ndodh me vëllezërit në Palestinë, çka ndodh me vëllezërit në Kinë, e që ka ndodhë lufta e pa kuptim vetëm kundër Islam. O vëllezër të dashur, rigja ju bëjmë mos e merrni këtë politikë, vallah, kjo është depë. Kjo bile nuk është edhe ders me së në fund, nuk është ders. Me të është dert. Ne duhet të qajmë dertin me zvete halin tonë, që të mos të përsërite ajo që ka ndodhë. Andaj, Allahu dhul Xhelal dhe të dhkuru ni'met Allah aleikum. Përmendni, kujtoni mirësitë e Allahut, që Allahu ju ka begatu, që Allahu ju ka dhuru. Elhamdulillah o Zot. E para që në Islam na ke udhëzu. Elhamdulillah o Zot, që me ardhë me falë gjumon na ke mundësu. Elhamdulillah o Zot, që kemi ujë të pastër me pi, që kemi barna, por mu mjeku, që flejmë rahat në shtëpi, por nuk duhet me u rahatu dhe nuk duhet me haru se ka vëllezër të cilët ju ka nosit rreziku që 15.000 palestines të ekzekutohen, duke patur 2 miliard musliman. Subhanallah, ku janë? Si tha sallallahu alaihi wasallam, bel antum gudha'an ke gudha'i sejl. Kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vi koha që armiqët, qafirat, do të bëhen pas juve që shdukin ashtu si që të bëhen njerëzit e unët apo e gërsira mbas ushqimi. Tha Selman Farisiu radiallahu anhu, ave min killeti nahnu yawmaidhin ya Rasulullah. Po, sikur pejgamberi që kanë vetë perdën dhe ka pas situatën sot të muslimanëve, do të grumbullohen bota qafira dhe muslimanë. Për të shduk. Tha, ave min killeti nahnu yawmaidhin ya Rasulullah. Tha, pse a shumë pakit të t'jemi janë? Tha, la, bel antum yawmaidhin kathir. Jo. Nuk do t'jemi si kur lufta e Bedrit 314 boni mrekulli ndaj qafirave. Nuk do t'jemi pakit, por do t'jemi shumë. Walakin gutha'an ke gutha'is. Por ju do t'jeni pa vlej, pa pesh, si kur shkuma e detit. Ja, çfarë përshkrimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë përshkrimi? Do t'jeni shumë si kur shkuma e detit. Shkuma e detit e mlon ujin. Por çfarë do bie ka presar? Por çfarë mund ta shfrytëzosh shkumën e detit?
o Zot. Andaj, ne duhet mirë të mendojmë, mirë të kujtojmë, Allahun të mos e harrojmë, për të mirësi ta falenderojmë, për vëllezërit tonë të bëjmë dua, që Allahu të xhelal gjithë muslimanëve që ndihmon. E lutim Allahun të xhelal të rinjtë të reja tona në Islam të forcon, në Islam të udhëzon, Islami të vëdashuron, pleqve tonë të jetë jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit tonë të pasuron, të sëmurët tonë të shëron, të burgosurit tonë të pafajshëm, qofshin ato në Palestinë, qofshin ato në Kinë, qofshin ato këtu të na, qofshin ku do të jetë të pafajshëm, Allahu t'i liron. Lutim Allahu të xhelal, neve dhe familjeve tonë, nga çdo vështirësi, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, e dunjos dhe ahiretit, Allahu të na mbron, nga azabi i xhehenemit të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkë. Ala in ahsana al-kalam wa ablaga an-nizam.